Shqetësim në Greqi për blerjet e pronave nga turqit. Deutsche Welle. Blerja pasurive të paluajshme nga turqit shihet në Greqi, veçanërisht në ishujt e Egeut lindor, si një investim i mirëpritur, po ka edhe mjaft shqetësime nga qytetarët dhe politikanët konservator. Marrëdhëniet e Greqisë me fqinjtë e saj turq kanë qenë gjithmonë të vështira dhe ndonjëherë ambivalente. Turqia përgjithsisht shihet si fqinj i paparashikueshëm dhe agresiv ndaj të cilit Greqia duhet të mbrohet. Kjo është arsyeja pse Athina shpenzon më shumë se 3% të prodhimit të saj të brendshëm bruto të GDP-s për armatim. Fluks turqish në Greqi. Në të njëjtën kohë, turqit janë të mirëpritur si turistë dhe investitor pothuajse kudo, sidomos nëse i shpenzojnë parat në ishujt e Egeut lindor, pra në ngushticën midis Greqisë dhe Turqisë në ishujt e të ashtu quajturit Dodekanez. Aty zakonisht nuk vinë shumë turistë. Në vitin 2024, numri i pasagjerëve që mbërrinin me traget nga Turqia në Greqi u rit ndjeshëm në 1,5 milion. Në vitin 2023 kishte vetëm më pak se 800.000. Fluksi në ishullin e vogël Leros në brigjet turke duket thuajse si një pushtim turk. Deri në 20 vjet më parë, ky ishull nuk kishte reputacion të mirë, shkak ishte vendodhja e një prej spitaleve psikiatrike më të këqija në Europë. Sot ishulli është kthyer në një parajs pushimi për vizitorët nga Turqia. Nga Turgu Tres në Turqi afër Bodrumit është vetëm 1 orë me traget për në ishull. Nga Pireu duhet gati 10 orë. E kuptueshme pse çdo ditë vere qindra turq vinë në Leros. Disa madje kanë bler edhe shtëpi pushimi në ishull. Vendasit i presin me padurim vizitorët me kuleta të mbushura nga bregu i kundërt i Egeut, të cilët din ta vlerësojnë ushqimin dhe pijet e mira greke. E ngjashme është situata edhe në Lesbos, Kios dhe Samos, që nga hyrja në fuqi e programit thjeshtuar të vizave turistike për 10 ishuj, një ujdikjo mes kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në Athinë në fund të 2023-shit. Turistët turq kanë vërshuar në ishuj dhe jo vetëm në verë. Mijëra njerëz zgjodhen Lesbosin në fund të marsit të 2025-s për të festuar Bajramin, festën që shënon fundin e Ramazanit.